Miq, ju përshëndes dhe sot jam me një mikun tim të zemrës, domethënë. Me Olci Abazin është një puntat që unë do them e mrekullueshme për mua, sepse dua që edhe të jap ca mesazhe, po edhe të mësoj ca gjëra, sepse në fushën e vet është një, po të themi, intrigë gjallë, sepse i di të gjitha sekretet e profesionit kur bëhet fjalë për ato që do i diskutojmë më mbrapa. Olci, përshëndes, është një kënaqësi që erdhe. Faleminderit Gaz që më ftove në shtëpinë tënde artistike. Edhe më vjen shumë mirë që ke nisur këtë rrugtim. Ti je një zë që gjithmonë ke pasur diçka për të thënë. Kështu që duke qenë se ti e ke për ta thënë atë gjën, le ta dëgjojnë të gjithë. Dhe kush do le ta përqafoj, kush do le ta kundërshtoj, kjo është jeta që ne po jetojmë sot. Ajo është që dhe ne duam. Në këtë rrugtimin tënd artistik po e quaj, të uroj fat edhe sa më shumë sukses. Rrofsh. U skuqa nga veshët, po prap. Jo, ti them podcasti kjo është, domethënë e mira podcastit është që është për te i televizionit, është një gjë shumë e mbledhur, shumë gjëra të thuan edhe konfidenciale. Pa u shtrënguar, thuan ashtu siç i ndjen, kështu që kortezin që kemi zakonisht kur jemi në studiot televizive. Okej, e di çfarë njerëzit pak a shumë, për të gjithë ne nuk e kanë idenë me ça 100% ose sakt fare me ça çfarë ndodh me jetën tona profesionale Çfarë është ajo, si themi, buka e përditshme e jona. Dhe unë kam shumë dëshirë që njerëzit të shohin ty në atë dimensionin tënd real. Dhe ta kuptojnë, unë edhe kur po do ta prekim ne çik bikun më vonë, po unë dhe kur ke qenë në bik për shkak, unë thosha nuk e kanë iden fare. Është si ajo po themi ajo shpreha fare se nuk din ç'bëjnë. Jo se ata kishin faj, por ata aq shikonin. Prandaj njerëzit duhet të shohin atë dimensionin tënd ku ti je frymëzues apo ti je profesionalisht, unë jam prej shumë vitesh në fakt investuar në po e quajmë siç e quajnë njerëzit për ditë në fushën e artit në një kuptim. Po. Dhe e kam nisur rrugtimin tim me radiot. Fillimisht, flasim këtu kam harruar vitet tash, po ndoshta këtu 25 vjet. Më parë. Fal zërit. Falet e zërit, falet e... është një... Nuk e di, është një dhurat nga natyra kështu siç është. Por është një mrekulli. Dhe aty ka nisur gjithë rrugtimi im, më pas për të vazhduar tek pjesa e investimit në atë që në vitet 2000 dhe nga fundi viteve 2000 ka qenë një risi për Shqipërinë që të investoje në fushën e kinematografisë. Domethënë, të hyje në vitet 2000 dhe të investoheshe ti në pajisje teknike që të doje të konkuroje ose të mbrije në standardet e Hollywoodit, nuk bëhet fjalë për konkurrencë, ishte një lloj çmendurie. Ishte një lloj çmendurie edhe për faktin që ato pajisje kushtojnë. Domethënë, që ti kesh të gjitha siç duhet që të bësh një investim serioz. Dhe gjëja që vazhdimisht dashamirë, miq, njerëz të afërt, familjes, po mirë më ti investon te kjo gjëja, blen një kamerë, blen një gjë, po do kesh kthim mbrapa nga kjo gjë, por në fakt është pasioni këtu që të bën ty që mos mendosh për kthimin mbrapa, se ajo që ti do fitosh, në fakt është rrugtimi yt drejt finales së pasionit tënd, që nuk është asnjëherë një finale. Gjithmonë është një dritare që hapet, një derë që hapet, një sfidë që me cilën ti do të përballesh. Dhe në fakt për njerëzit që merren me art, me film, me këngë, me çdo krijimtari artistike, jeta është gjithmonë një sfidë në mënyrë progresive. Me cilën ti do përballesh. Dhe kështu unë ngecam atje, unë kam më pëlqen shumë një si batut e popullit që thot ishte djali dhe i thot babait, babi thot hajduti, po kape mër babi thot, e kapa bab, sile, nuk vjen, po lëshoje, nuk hikën, e po se ke kap të jetët, ka kapa i ty. Kështu që edhe kjo puna pasionit kështu është. E kuptoni që këto gjëra si keni dëgjuar ke Olci. Atëherë, me që jemi shumë serios, boring, si thosh. Unë jam se paka shumë dhe unë historia ime është gjithmonë me pasionin e lidhur ke fushat që merrem me to. Është pa diskutim, përveç asaj njerëzit e ftohtë thonë, po e ke bë mirë llogarinë që çfarë do marrësh,
Kurse ne brenda Kam një problem unë me këto llogarit, me këto njerëzit që bëjnë llogarit, se ti si bën dot llogarit. po pra, Kush mendon që mund të bëjë llogari, nuk i bën dot. po si bën dot? Domethënë sa herë që ti llogarit janë si puna planeve, sa herë që njeriu bën plane, Ato Zoti qesh. Po. Kështu që mund Sa të qëndrojë thon, edhe shpreha, e sa ka- herë që ti bën llogari, prap Zoti qesh. Atë e kam dorë tjetër kush pastaj. Kështu që Po unë e kisha këtu duke të mbështetur atë iden të 100% me dy llave. Domethënë që është që ato që ndjen ai personazh që nis këto iniciativa, sidomos në fushën e artit, që flasim ne, që arti s'është asnjëherë 2+2 baras 4, po është gjithmonë 2+2 baras 6, 7, nuk e di sa. Do më thënë ai, vetëm sa jep një ide, ata njerëz, parësi se janë shumë dashamirës, japin një ide pa pas asnjë informacion rreth saj. Sigurisht. Se sentimenti që t'jep arti mbi të gjitha është jetë. Është i papërshkruar. Dhe ajo jetë që ne përjetojmë nuk blihet. Kështu që edhe nëse sfitojmë shumë, ne jetojmë shumë mirë. Kjo është pak, por shumë e vërtetë. Shumë e vërtetë. Edhe madje kam edhe kështu disa episode të atyre viteve se nëse ti do shkoje të xhiroje një reklam ose një gjë, sigurisht që do kesh një staf. Pra, ajo kamera ka 1-2-3 veta, dikush që do punojë te audio është 1-2-3 veta, dikush që do merret me ndriçimi, po prapë është dikush tjetër, ai që do merret me make-upin, pra është një grup, po themi minimalisht 10, 12 apo 15 veta. Dhe kur ti diskuton me një kompani ose diskutoje atëherë me një kompani për të bërë një reklam, se të bie kuptonte dakord, ai fare. nuk e dinte. Dhe ti e kuptoje që ai nuk e dinte, kur ti shkoje në set me 4-5 makina me kujtëm 15-20 veta bashkë me thonë aktorët. të pas ka pas dhe. Fal, po një sekond, po unë thash se do vije me një kamerë. E pra, Kështu që ato vite qartë. kanë qenë edhe vite që ne jemi Vështirësi. investuar për Po- të mësuar tregun se çfarë. po se dhe çfarë vështirësia për të na perceptuar për shumë atë që do bëje. Është e qartë. Të gjitha fushat Po, ashtu, se ne jemi shoqëri e re në kuptimin mbas një periudhë të mbyllur totalisht, domethënë, dhe mbas prerjes totalisht të iniciativës personale. personale, sigurisht këto Tu jemi të rinj, por Olës ti je një nga ata që ke vënë disa tulla në këtë gjë, edhe ajo është gjëja që unë kam vlerësuar historikisht tek ti, është brendia e mendimit tënd që është shumë e thellë dhe informacione që as diskutohet fare që ke informacion si themi enciklopedik në shumë fusha. Dhe qefi më i madh im ishte kur debatoja me ty me intrigat e mia. Po sigurisht, patjetër, edhe unë e njoh shumë mirë të gjithë asat e tua në mend. Edhe e di shumë mirë që ti vjen me 2-3 paletra, domethënë. Kështu që E bukur ka qenë ajo me asin se të kujtohet që unë nga që mbroja Luizin, edhe ishte ai në një ditë të zezë, domethënë që se më mend. Edhe më the, si do ja bër sot? Më thashëm, që ti them, e ke bërë të thashëm, e kam një asë në mëngë, edhe shpika atë, që se më shpika... Me alienet, me alienet, që është marrë trurin ditën. Kanë ardhe, kanë marrë ato, po e studiojnë. Ato me Frednit në Itali, do më thënë, ka studiojnë dhe ai ka inteligencë artificiale, e kemi futë që atëra, ne? Edhe kështu, është të bukur e kanë qenë. Dhe ishte e forta se debatonin fort dhe s'dana vite për qesh të dy me njëri tjetrin, domethënë se si po se kalon gjëja nga një gjë që vërtet ti e beson aty, pastaj kalon në një gjë që është surreale komplet. po. Edhe ti kupton që po diskuton një gjë që është surreale. Dhe Dhe po debaton për një gjë që nuk është. Po pra, ajo është e Ajo bukur. pastaj të bën Po që e dikush ishte më e bukur fare. Se mas 2 ditë shoh në emision, një mikeshën tonë, domethënë, që del në emision dhe ajo po thonë unë kam pa nga disa si studime që janë kam dëgjuar që aty pastaj vdiqja të njerëz do thash o zot. po edhe i shashke morën. Iku. Edhe kështu olc. Tani e bukur është se ne të dy ishim ata zjarri i diskutimeve dhe përsekutimeve të atyre të Big Brotherit. po e vërtet është. Edhe nisa unë që ta studioja nga brenda. Shkove ti një herë, Shkova unë një herë. e tërhoqe këmbën. E tërhoqja këmbën dhe kështu përfundum të dy. Njëri ke treshje, tjetri ke katra. Tjetri. Po. Tani Eksperienca është shumë e bukur, ëh, eksperienca është unike. nuk harrohet kur. Është unike. Po për te të qenit si eksperiencë unike në unicitetin e vet, ajo ka dhe fatin brenda vetes vet. Po. Ti asnjëherë nuk e di se çfarë lloj kimie të pret atje brenda. Çfarë lloj njerëzit, çfarë lloj personazhesh,
sa mundësi do kesh ti që në një kuptim të jesh vetvetja ose jo, të ndërtosh një personazh ose jo, në varësi të situatës, dhe këtu qëndron edhe e bukura e pjesëmarrjes në atë spektakël. Dhe për mua ka qenë një eksperiencë që pa diskutim është nga ato eksperienca që njeriu i merr me vete dhe i mban gjithmonë. Po edhe kem mësuar shumë. Se nga jashtë kur kam dalë unë, të kam thënë, Olcë është ndryshe brenda. Është ndryshe, unë nuk të kam besuar. Kjo ka qenë, kemi diskutuar bashkë. Domethënë jo se nuk të kam besuar, por kam menduar që e ka kapa e bigut. E shton njeriu atë, e amplifikon atë gjën që jeton aty brenda dhe duket sikur, por në fakt është sepse koha është kalon ndryshe brenda. Pra, e ikën me shpejtësi të madhe. Ka një kohë tjetër aty brenda nga kjo koha që është këtu për jashtë. Mënyra se si kalon mëngjesi jot atje brenda, që s'është mëngjes, por është nuk e di se kur është. Mëngjesi në drekë, nga dreka në darkë, nga darka në darkë, nga darka në mëngjes, nga darka e darkës në mëngjes, është ndryshe nga ajo që ti kalon në jetën e përditshme. Dhe sidomos kjo gjëja ndërton një dhe mungesa e komunikimit dhe e referencave me jashtë, ti ke referenca 4 palmure dhe 27 palësy dhe shpirtra të ndryshëm aty brenda, që janë referencat e tuat, cilat je i detyruar me cilat je i detyruar të përballësh. Dhe në vetvete kjo ka unicitetin e vet. Sigurisht që ato njerëzit që e kanë prodhuar dhe mendoj që dhe masterminds. Një, po themi 14 orësh aty, që ti e nga mëngjesi deri në darkë, ti kujton se ke kaluar një javë. Në perceptim fillon dhe duket sikur sepse janë aq shumë herë kontaktet me të njëjtat gjëra, sa ti humbet pastaj që kur e bëra tani apo dje. Kur ishte kjo? Kjo do të thonë ajo që ndodhi dje ka qenë para një jave apo ka qenë dje? Po, ishte dje. Kjo është magjia, mendoj unë, në vetvete për ata që janë brenda. Dhe që këtë nuk e kuptojnë dot ata që janë. Ndërsa ne që jemi jashtë kemi një qasje komplet tjetër ndaj atyre që janë pjesëmarrës në atë lojë, mos e quajmë brenda se duket sikur ku janë. Po ne që jemi jashtë sigurisht që merremi me punët tona, zgjohemi mëngjes, bëjmë telefonatat, kemi njerëzit, bëjmë takimin, takojmë gazin, në një moment hapim Instagramin, themi, Big Brother, çfarë tha ky? Ja tha gazi këtë. Vazhdojmë punën tonë. Edhe se vetëm një sekuencë, kjo ka kap destino. I gjithë kjo fash oraresh edhe kohë që ti kalon gjatë ditës i ngarkuar me punët edhe me aktivitetin tënd, aty brenda është komplet ndryshe. Po dhe një gjë më, mjafton që ne të shohim orën dhe datën. Eksakt. Dhe ne brenda ditës azhurnojmë me kohën. Ndërton ato referenca të cilat mungojnë aty brenda. Dhe kjo është pra duke folur edhe duke ndërtuar bisedën tonë, mungesa e gjërave e bën atë gjën atje më speciale. Dhe pasja e gjërave të tjera që nuk të mungojnë këtu për jashtë. Sakt. Se një gjë është e qartë. Të gjithë po t'i pyesësh që kanë qenë Big Brother, thonë është gjëja, eksperienca më magjike që kemi kaluar. Mund të ketë dhe njerëz që kanë kaluar dhe me një stres dhe toksicitet, pa ama që është magjike prapë është magjike. Mua personalisht më realisht më pëlqeu shumë si eksperiencë, edhe pse sigurisht në disa momente apo etapa të aty kuptova që le të themi që nuk janë ose nuk qëlluan njerëzit për të zhvilluar atë gjë. Si ishte që unë ndoshta kisha menduar zhvilloja në atë parashikimin e mia, por që në vetvete ajo gjë është absolutisht unike. Unike, se është edhe një konkurrencë jashtëzakonshme për një çmim që domethënë i kthen të gjithë armiqt ndaj njëri tjetrit. Shiko, nuk është konkurrencë çmimi gaz atje brenda. Po dhe egoje edhe fame. Është konkurrencë shpirtrash në një kuptim. Sakt. Është konkurrencë shpirtrash, dhe kur them shpirtrash përfshi edhe egon, dëshirën për të çuar përpara. Nëse dikush shef që ti je dikush dhe ka arritur diçka në jetë, atij i ndizen më shumë motorat, nëse ai nuk ka pritur diçka në jetë. I ndizen më shumë motorat për të thënë që shiko, edhe unë do ta bëj këtë gjë që ke bërë. Dhe do ta bëj këtu brenda. Patjetër. Sepse është e gjitha është kimi, pra. E gjitha është kimi, gjitha është një bixhos. Në vetvete aty është një bixhos. Ti asnjëherë nuk e di se si do të shkojë. Askush nuk e dinte që Luizi do shkonte atje ku do shkonte. As vet Luizi nuk. Vetëm unë.
ose vetëm ti dhe alienët me cilët ti kishe folur. Po askush nuk e dinte. Apo në edicionin e parë me Donaldin, me aty me Ilirin, aty rivaliteti ishte më i qartë. Me Eglen që pati ato shpërthimet e veta, apo ku diun si çfarë. Kur dola unë. Kur dole ti që po tisha unë, ishte vështirë. Sigurisht. Apo në edicionin e 4 që pati një modestinë kam e quajmë ose jo fenomen, kjo takon, po hyrja e gjestit dhe mënyra se si e tërhoqin mbas vetes një publik të tërë, që domethënë jepi Cezarit atë që i Cezarit të pëlqen apo nuk pëlqen. E kemi thënë studio. Kështu që në thelb e gjithë gjëja është një format ku brenda atë që ti e ke të sigurt është pa parashikueshmëria e ngjarjeve që të ndodhin atje. Saktë. Aty pastaj ka dorë vetë formati, ka dorë produksioni, ka dorë publiku. Mua më duhet të jem edhe i sinqert. Produksioni, se ka njerëz që pyesin ora ndërhyn, nuk ndërhyn, domethënë jo në ndërhyrje, jo. Nuk ka asnjë, domethënë dhe kam kuptuar që gjërat aty rrjedhin sepse njerëzit e vetmja gjë ku ti mund të kuptosh nëse ndërhyn ose jo produksioni është në prime time. Kur ti kupton se cilat janë ato gjërat që kanë marrë më shumë vëmendje nga publiku. Mirë, është tjetër gjë, po është dhe një gjë kështu. Dhe aty ti fillon dhe kupton se ku do ta çosh anien tënde. Shiko, ta themi troç, njerëz janë dhe ata të produksionit brenda. Dhe perceptimin realisht ata megjithëse bëjnë Big Brotherin, ta garantojmë që ata nuk e njohin po një lloj siç ne kur nuk ishim futur brenda Big Brother. Po, sigurisht. Dhe perceptimi i tyre bën që një perceptim i gabuar i tyre mund të çojë në indikim X, jo 100%, po në indikim X për një lojtar, për një banor apo për një banor tjetër, po jo se thash është publiku. Është produksioni, është dhe vetë ajo kompania brenda njerëzve, domethënë energjia e njerëzve që ndërtohet. Energjia e njerëzve brenda që këto janë faktorë që një njeri aty brenda mund të jetë jashtë shumë i fuqishëm dhe brenda nuk e gjen veten. Plot raste, domethënë në një kuptim unë jam rasti i gjallë i kësaj gjës që në botën e jashtme sigurisht kam një tjetër qasje ndaj gjërave dhe aty brenda kupton që jo, nuk është komplet tjetër. Po se është edhe një gjë, në botën e jashtme ne zgjedhim. Edhe kur na qellojnë që nuk i zgjedhim, e dim rrugtimin ton, e dim luftën ton, e dim betejën ton, e dim pse e bëjmë. Po dhe gjithçka kemi në dorë vetë, se ne mund të riqemi. Pak a shumë. E kupton? Sigurisht. Dhe këtu themu zgjedhim, se për shembull një njeri që nuk është në ato që duam ne, ti e përjashton pa ranë sy, pa ashtu, ndërsa aty është një gjë që ti mund t'i kesh gati gjithë që nuk do i folë që kur njetë dhe aty do jetosh me ata. Prandaj aty është dhe bukra dhe magjikja e Bigut. Kjo është gjithë ideja. Unë kështu e kam përjetu fix për ty, isha tifozi jot që në fillim, sepse dija që ke një, domethënë, bagazh të jashtëzakonshëm, por gjithmonë kisha frikë se nuk je prerja për Big Brother, sepse ti je dhe i plotësuar një. Kërkon një lloj do një agresivitet ai, energjie dhe përshtatje që ndoshta do i përkiste një moshë tjetër. Edhe moshës, po edhe kur i besoj shumë kësaj gjës. Atëherë kjo është sepse nuk ka të bëjë me energjitë e moshës, ka të bëjë me kërkesat që ti ke. Domethënë, në një moshë më të re, ti je i hapur ndaj çdo sfide, sepse ti nuk i ke kaluar shumë. Edhe s'ke shumë tabu. Dhe nuk ke dhe ke kuriozitetin më të lartë, ndërsa me vitet ty të japin një lloj informacioni se çfarë do ndodhi me këtë njeriu. Saktë. Ti e ke parë në jetë njeriu. Saktë. Edhe këtë i ke njohur në jetë. Dhe ti pak a shumë është një libër që ti e ke lexuar më përpara. Kuptoj. Dhe aty fillon atë thash pra. Ti ke një dëshirë të papar për të zbuluar sa më shumë gjëra, dhe kjo gjë arrit adrenalinën, sigurisht ka shumë, ka një harmoni, ngjarjesh në trup edhe në kimi edhe në mendje edhe në shpirt kur i. Mendoj që edhe profesioni jot, duke qenë se për shembull ti bën skenar, kemi fol bashk, shumë të bukur, duke qenë se ti ke po themi një trup gjigant që merret me filmin.
gjërat në film janë, si thush, të parashikuara nga ty dhe njerëzit do i zbulojnë më vonë. Kurse aty krijohet filmi në moment. Aty bëhet moment. Bëhet moment. Nuk ke kohë ti ta rishkruar skenarin. Ja, kjo është gjithë. Dhe nuk ke kohë të bësh një dubël tjetër. Edhe mbaj mend që kur se me Julin un kam qenë, ti e ke ndjek shumë mirë atë kohë, kam qenë shumë mirë, un Julin kam shumë për zemër, kam shumë qejf se është një njeri që ka humor shumë simpatik. Por në një moment që ishte një moment i fundit, që ne bëm, unë desha të krijoja një pol, fakt, ta krijoja me Julin. Juli e kishte për me Romeon, do më thënë, po në atë moment, për shembull, unë ja kam thënë Julit, diku e ke defektin ti me humorin, se më thot mu, ti bën humor, tha, po unë e kam profesion humorin. Nga që e ke profesion humorin, thash, aty ke defektin. Se Bigu nuk do skenar. Humori, Bigu do ta shpikësh nga dheu. Ama të dy bashk nuk e ke iden çfarë adrenalinë kena ndjer me atë natyrën time, unë kështu si Baba Xhane, Juli që qeshte me batutat e mia dhe i thonë se e kuptu çfarë ju tha apo jo. se morën të vetë. Është vetë, është një eksperiencë pa. Po unë atë pjesën që kam qenë, domethënë mirë me Julin, me çunat, me këta Romeon, me Meriton, me gocat, Erika ka qenë shumë simpatike e tjerë. Atë e kam përjetuar shumë bukur, domethënë, sidomos për mua ishte privilegje, se unë isha 60 ata 30. Kështu që për mua ishte ata se kuptonin këtë gjë. Unë e mbaja të në qef, po vetë isha shumë i lumtur që po jetoj me këta njerëz kaq simpatike të rinj e kështu. Kjo ka qenë gjithë ideja. Të dy perceptime pak a shumë e kemi një lloj. Ke pjesa e bigut. Por do thoya edhe jeta është bërë një big tani, duke qenë se shiko, bigun vetvete jetën një ka marrë shpunduar që të marrin një mikro të jetës edhe ta vendosin. Po, i marrin gjithë, se kur i zgjedhin, ti e di, zgjedhin nga të gjitha pa diskutim. Zhanret, nga të gjitha karakteret e tjerë që të krijojnë aty një mini botë, që të krijojnë spektaklin që duhet krijojnë. Po, dhe për të parë njerëzit se çfarë bëjnë në një mikro egrësia e njeriu për mbijetesë dhe e njëjta gjë është dhe lart pastaj. Se tani është, për shembull, kam qejf të kalojmë në një kështu dimension tjetër. E dikush është dimensionet se duke qenë dhe që ti je regjisor, skenarist, kreativ në këtë fushë, për shembull, mbas 50 vjetësh, si e parashikon? Kam dëshirë ta bëjmë këtë bashkë këtë idenë, duke parë dhe këto ligjet e reja që po na vinë. Mbas 50 vjetësh si e parashikoj unë jetën në tokë. Në tokë. Jetën në Tiranë, këtu në Tiranë 3. Këtu ke blogu. Kjo do jetë Tirana vjetër. E vjetë pa diskutim. Blogu, kjo do jetë bloku ish bloku. Do mbahet ama akoma ke blogu ke ngelti. Po që alienët mund të jenë pjesë e jetës tonë. Shishi. Inteligjenca artificiale dhe po me mu duhet të jenë miq ata, se i kam përmend para se dilçi. Ti do kesh një pasaport diplomatike. Ti do kesh një pasaport diplomatike humanoide. Humanoide. Edhe unë parashikoj që humanoidët do jenë në 50 vitet e ardhshme. Ne do kemi të prezantuar në jetët tona, nëse do jemi gjallë, se nuk i dihet se si mund të shkojë edhe kjo, se mund pra supozojmë që jemi, edhe që na zgjasin një çikjetën. Patjetër, po luftohet shumë fort në këtë drejtim. Po. Humanoidët e parë do jenë të prezantuar në tokë dhe do t'i shohim që presin në autobusin. Do shohim humanoid që i japin motorit, makinës. Humanoid që kanë dyqanet e tyre, për shembull, që kanë shesin gjëra për humanoidët e tjerë. Po këta çfarë gjinie do jenë për shembull? Kjo puna e gjinive pastaj, nëse deri tani është prezantuar një ide që mund të ketë 70 apo 72 gjini, cila ishte kjo se çfarë nuk po dëgjojmë sot në ditët e sotme, ato mund të kenë dëshirën për të gjeneruar gjinit e tyre humanoide, që mund të jenë 720. Po kalun 2 mund të jenë sa dush. Mund të jenë gjini të tipit ti je gjinia 52P, ndërsa ti je gjinia 71K. Po, si punë e targave, do kenë edhe një kë. Unë jam gjinia 363 KPC. Kështu që mund të kemi kjo gjë ka si ajo RQMNT. Edhe këtu pas kemi qenë rregull.
Eksakt, jo mos flas më shumë se kaq. E kuptova. Kështu që- Të ngjallën ato. Është Kjo interesante. është, po e sigurt që inteligjenca artificiale do jetë motor i ri i jetës tonë. Qofse ne deri sot kemi një referencë që mund të jetë një referencë e dobët shumë që është Google-i. Saktë. Sot është ChatGPT apo që është Që kanë hyrë më këto organizuar se kaq. po, Inteligjenca artificiale do ndërhyj sigurisht në jetë. shumë më fort në jetën tonë. Edhe unë them që Nëse do e përmirësoj apo jo, nuk e dim. Ne po diskutonim jo më larg se sot. mhm. Para dite është një program që është quhet DaVinci, si program kompjuterik, E di. i cili ka një rol kryesor, po themi, në film, në pjesën e postproduksionit, që rregullon ngjyrën e filmit. Dhe këto që punojnë me këtë programin DaVinci dhe programe tjera si ky, po marr këtë si program, quhen kolorist. Pra ato që punojnë me koloret e filmit, që Saktë. rregullojnë backgroundin, rregullojnë portretet, rregullojnë Balancojnë balancojnë gjithë ato koloret. që ti shef atje, dhe në vetvete kjo është një punë artistike shumë e veçantë në film. super. Që do të thotë ti për shembull që para se të xhirosh një film, ti e ke të paracaktuar në një kuptim se çfarë modi, si do jetë figura. Saktë. Do jetë Sepje apo kështu apo ashtu, vivace, fort, do jetë nga ato të vjetra e tjera. Dhe këtë gjë në fund fare ty ta realizon koloristi. Se ti kur e xhiron atë gjën atje, e xhiron flat që i themi ne, Saktë. raw, bruto. Ero. Dhe pastaj ato e tjera që mos ta zgjas shumë. Saktë. Po diskutoj nëse Da Vinci do ta hapte mundësinë për inteligjencën artificiale që ta bënte këtë punë apo jo. Që do të thotë shumë koloristë të zot Do do dalin pa dalin nga punë. tregu. Pa. Pra, atuja atyre artistike do dalin nga tregu, sepse ti do jesh që thua, okay, e di sa i prezanton filmit këtë lloj ngjyre, koloriti, Sa po ta bën vete, kërkosh? Sa po ta ta bën kërkosh? vetë. Dhe po diskutonim, kishte pro dhe kundra. A është mirë apo s'është mirë? A na vlen apo s'na vlen kjo gjëja? Për producentët vlen. Patjetër se shkurton punë, shkurton kohë, shkurton Staf. etj, pa diskutim, kosto e shumë gjëra tjera. Por që ja pra, për të ilustruar Kështu, sa fort po hyn se në ku jetën do tonë. jemi? Sa fort po hyn në jetën tonë. Sot do hy këtu, nesër do hy atje, etj. Po, e njëjta gjë është Derisa në një moment do vim kjo që do kemi humanoidët nëpër rrugë. Po ja, të shpjegoj këtu ku ishe. Për shembull, për të bërë sot një masterizim që është shumë i vështirë, të një këngë, e ke parasysh muzike? Ajo mix masteri është një nga pjesët, tani kanë dalë programe, po këto janë fillimet. Kanë dalë programe që edhe mund të çdojnë pak, po që bëjnë një perfeksion në masterizim, sepse ai ta nxjerr ty në një si themi kuadër të gjithin, ndërkohë ti mund ta kesh me shumë luhati e gabim. Dhe e fillon të rregullon. Ajo ti rregullon të gjitha dhe ta sjell këngën të përshtatshme për tu dëgjuar pa të dhënë irritim, pa të dhënë acarim. Pa diskutim. Por, nëse sot që sapo ka hyrë, sa kanë hyrë ca programe, është në këto nivele, po ai shumë shpejt evolon në mënyrë të jashtëzakonshme. Sa ka nisë gjë, nuk ka Po pra, 5 vjet që ka nisë. dhe llogaritë pastaj se si do jetë ajo kur flasim ne, kur të jetë në perfeksion, mix masterat do dalin të gjithë jashtëoje që ata dinë me evonu gjën sa më shumë, që t'i dali këngëtarit mundësisht jashtë sezoni, që të marrin sa më shumë lekë që janë këto, se ne i kemi edhe këto tani, e ke parasysh. Këta shqyr kjo inteligjenca artificiale si njeh akoma, po duhet t'i fusin edhe mashtrimet ata, besoj. Njeriu do t'ja implementoj, besoj. Shiko, mashtrimi i tyre do jetë kam përshtypjen që do jetë në nivel tjetër. Po pra, të pakuptueshëm. Do jetë mashtrim që ti do të kuptosh shumë vonë që ka qenë mashtrim. Sa jo. Po ne njerëzit kështu jemi naiv. Dhe tillë do jemi dhe e bukura jon, ndoshta dhe e bukura jon aty që ndron te fakti që ne jemi edhe naiv. Po sepse shiko, që në momentin, si themi ne, kur jeni i moshë të caktuar, njerëzit vendosin të fejon, martohen e tjerë, se janë naiv. Kur ata kur bëhen inteligjent dhe kur kalojnë një moshë, për shembull, po të shohësh, të kalojnë 25, 26, 27, nuk është më e lehtë për të gjetë persone dur, sepse ka analizë.
Analiza fillon dhe bëhet gjithmonë më vështirë. Bëhet patjetër, sepse ti Dhe shef. Sita që thot populli gjithmonë. Po, fillon dhe sita bëhet më holl, po. Nuk le më të bien gjëra poshtë. Edhe kjo është edhe ajo, domethënë që është e bukur naiviteti, nuk është i keq, njerëz mos u tremni, naiv është interesant. Naiviteti është një cilësi shumë interesante. Unë do doja të isha naiv, po. Unë e dua shumë veten që jam naiv. Jam shumë xheloz. E dua shumë naivitetin brenda meje dhe ushqej vazhdimisht. Shumë. Ai naiviteti si punë e borxhit. Është thonë shumë njerëz nuk pëlqen ku ka si borxhi më burr, po atje jep njëri. Se me borxh nuk të merr zoti, kam thonë unë me i vend, po e them prapë, s'merr më se duhet lash borxhin më burr. Ku do ikësh? Po që i ruin për shembull, njoft ca persona që marrin borxh në shumë vende dhe ja deklarojnë të gjithë se i ka marrë dhe atij dhe këtij dhe këtij dhe këtij. Dhe i hyp njëri në kokë që ti marrë borxhin thot ta vras fare. E ke parasysh i thonë atje, ç'të vrasë ti vrave atë na ikën borxhi. E ke parasysh? Dhe kjo është e kuptimi i saj. Investohet me informacion tek tjerët duke rrit jetën e vet. Sakt. Ty të nesmen ai e ka jetën e sigurum. Domethënë boxhdit janë dhe mbrojtësit më të mëdhenj të tij. Sa për humorisht të kjo. Edhe kështu marrë. Kam qef ta prek pak se Olci që ta di njerëz është pasionant shumë, duke qenë dhe i njohës shumë i mirë, është pasionant shumë për shumë sporte, po një nga sportet ta quajmë sport. Unë e quaj sport sepse më pëlqen dhe mua, është motori. Po Olci është njohës më i thellë i motorit. Ka një motor që unë e shoh shumë me ëndje. E kombinon me ngjyrat e veshjes, se e dim që Olci është. E kemi thonë dhe në ca emisione që vishej më bukur nga të gjithë. E kishim dukur më të mirë. Faleminderit Gaz. Motori është një pasion sigurisht, është një pasion me të cilin ti duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Kjo është për të thënë në kryet e herës kur thonë këto që duhet nisur me këtë gjë. Se ti e ke edhe një eksperiencë. Unë kam një eksperiencë, para shumë vitesh kam patur një aksident, le të themi të rënd, që pati pasojat e veta në kuptimin mundesh kohë të marr veten dhe mundesh kohë pastaj mbasi mora veten që të rikthehesha në një kuptim që ta pranoja prapë si mundësi që unë mund të isha mbi një motor, por motori të dhuron një lloj magjie, do thoja, dhe gjëja që kam menduar është që është magjia e motorit është te fakti që ti nuk e kthim mbrapa. Sakt. Dhe ka një motori shkon vetëm përpara. Në asnjë rast nuk ka të bëjë me faktin fizik sa ti shkon përpara se dhe makina shkon përpara, po konceptin ka një psiqik brenda motorit që ajo gjëja ty të çon përpara. Dhe çdo gjë përpara duhet ta shohësh. Ka një rezonancë me jetën tënde që ti ke vetëm një mundësi të ecësh përpara. Koha nuk kthehet mbrapa. Koha e këtij podcasti nuk kthehet më. Ne po shkojmë, po ecim. Rrotullimi i tokës, po ashtu është një rrotullim që nuk kthehet, nuk ka kthim mbrapa. Dhe vetë motori, se po e çoj shumë larg, por që doja ta ilustroj, ta zmadhoj këtë ilustrimin tim, dhe vetë motori ka një moment magjik që është udhtimi yt drejt lirisë në një kuptim, por që gjithmonë, siç e nis edhe po e mbyll, me kujdesin maksimal për të sepse ka rrezikshmëri. Ka një rrezikshmëri që nuk varet vetëm prej teje, por rrezikshmëri ka edhe makina, ka edhe avioni, kanë të gjitha. Por rrezikshmëri ka hapi. Në fund ditës kur të ketë një grop hyrë, ai është dhe destina, po. Shiko, kam pa një motor që kanë nxjerr kinez, nuk e di a është i vërtet apo jo. Po ishte me ca balanca të jashtëzakonshme dhe nuk kishte shanse e lejë motorin kështu dhe nuk kishte shanse ta hidhje. Po zhvillohen në industri. Ai besoi se është ai është rritur siguria diku ke 50% më tepër. Pa diskutim. Ka zhvilluar shumë edhe industria e motorave, ka disa kompani që po testojnë motorat që nuk rrezohen asnjëherë, pa që qëndrojnë në këmbë. Dhe kjo është pa diskutim një garanci për të gjithë, kuptimi që nuk bie motori, mbau fort. Po, prap, dhe në rregull. Prap rrezikshmëria ekziston se duke fitu sigurinë ne eliminojmë pastaj ruajtjen. Kujdesin edhe të gjitha këto, po rrezikshmëria aty është. Domethënë
është një shprehje që thot e pashmangshmja është aty që të pret. Shqyqyr që se zgjatëm shumë, se mos dilte si një. S'pa themi. Edhe kështu. Por Mërë, të shumë e bukur ishte. Edhe ajo më pëlqen. Shiko, letërsia, dua ta prek pak. Ajo është një port tjetër magjike. E pasione. Ajo është një port tjetër magjike, është çdo moment në letërsi ose në diçka që lexon është një udhtim më vete komplet. Është një udhtim jo vetëm imagjinar, po edhe është një udhtim imagjinar, është një ushqim shpirtëror dhe ushqim për mendjen. Sidomos kur të bie në dorë vepra të mira apo letërsi e mirë apo diçka që të lë mbresa në një kuptim. Dhe unë këto ditë kam marrë në dorë një libër të Luan Ramas, është një shkrimtar i yni që ka shkruar dhe skenare për kinostudin aty në Francë sot. Për një histori në Francë me një çift, është një histori shumë interesante sapo e kam nisur. Dhe ai më ka mendoj që po, besoj, shpresoj që po, nëse do kemi fatin që të kemi një bashkëpunim me një ose dy producent francez. Po sigurisht që këto janë bëjnë pjesë në filmat që ne i quajmë autor, që kanë histori të cilat nuk janë shumë interesante për në kinema, pra janë filma që shkojnë për festivale, që kanë një gjuhë kinematografike tjetër, që nuk është se janë shumë kuptohen nga profesionistë. Domethënë filmat komercial është tjetër gjë, ka një tjetër gjuhë, ka një tjetër skenar dhe filmi autor ka një tjetër gjuhë dhe një tjetër skenar dhe një tjetër gjuhë filmike. Atëherë, të pyes ty, si artisti që je dhe kreativi, kush të tërheq real ty më shumë? Shiko, për shembull, edhe filmat komercial më tërheqin, nuk mund të bëj dallim, por duhet që skenari të jetë i strukturuar siç duhet. Ato kanë një gjë. Sepse ka një gjë, nëse ti do hash, po të bëjmë një krahasim, nëse ti do ulesh të hash një dark i cili ushqimi bëhet ngadalë, ti nuk mund të presësh që të hash sufllaqe, apo një ushqim të shpejtë apo një fast food. Nëse ti shkon të hash një fast food, sigurisht që ti nuk do presësh gjatë që të vi fast foodi, se do thosh unë kam marrë fast food. Kështu që pritshmëritë janë të ndryshme. Dhe pritshmëria që unë nuk është se më mungon pritshmëria për të ngrënë një fast food të mirë. Po sigurisht që pritshmëria për të ngrënë një darkë të mirë kur ti ulesh e ka ushqimi që ka duhet ngadalë është më e lartë, pa diskutim. Po. Ky është përkufizimi më eksakt që mund t'i bëj. Domethënë, edhe sikur ta banalizoj unë me natyrën time. Ata që janë sufllaqe janë më shumë, kështu që hajde hapim sufllaqe. Patjetër, unë kam hapur derën dhe po punoj në këtë drejtim, me thënë drejtën, kemi një 2-3 skenare, që besoj që mund të jenë filma komercial të mirë, qoftë njëri është komik, njëri është komedi aksion, janë të dy. Po besoj komedi aksioni del shumë i bukur. Komedi aksioni del shumë i bukur, se ka edhe këtë dhe emocionin e aksionit. Dhe kur bëhet komedi është një gjë e shkruar mirë, nuk po them se kush edhe si, po me kismet do jemi kemi lajme të shpejta. Në fakt, gjinia e filmit ka dhe një gjë, se për shembull kur lexon, gjërat e thella ti mund t'i kuptosh, sepse kuptohet përshkrimi i një autorit mirë, i përshkruar mirë. Patjetër, përshkrimi në letërsi është shumë më i ndryshëm nga përshkrimi. Po pra, pikërisht, sepse aty përshkrimi është përjetim, ndërsa në kinema është perceptim. Duhet një talent i jashtëzakonshëm që ta arrijnë ata të kuptojnë situacionin. Për shembull, regjisorët e mëdhej që kanë vendosur, le të themi, këto gurët kilometrik në kinematografinë botërore, në kinematografin botërore, kanë thënë që është një fat i jashtëzakonshëm që ti të bësh një film të mirë dhe të mbahet mend në jetë. Është fat. Por atyre nuk e mungon skenari, nuk e mungon asgjë. Është fat. Sepse është aq i vështirë. Dhe prandaj në qindra dhe mijëra filma që janë bërë në historinë e njerëzimit, restohen 100 më të mirët bie fjala. Apo ti ke parë në jetë 20 filma që të kanë lënë mbresa dhe jo më shumë.
Po imagjino që janë bërë qindra mijëra dhe ty nuk kanë ardhur të gjithë dhe të lënë pamend. Sepse është vërtet shumë e vështirë për të realizuar. E di pse, se unë për shkakun edhe unë kam lexuar shumë. Për shkakun Balzaku ishte një përshkrues i jashtëzakonshëm i ambientit. Balzaku. Sa njerëzit thoshin është dhe çik boring nga që e përshkruan një lule me të gjitha elementet, po ajo ishte elementi që të fuste ty në atë botë, se për shkakun ne se kishim jetu kurr nuk e njihnim Parisin. Po mënyra se si e përshkruante Balzaku atë Paris. Balzaku në vetvete ka qenë një njeri që e ka dashur shumë bourgeois këtë jetën dhe gjithë pasurinë që merrte ai atje e çonte. Sakt. Aq sa deri në moshën 29 vjeç për shembull ai asnjëherë nuk shkruajti me emrin e vet. Po, sepse nuk donte që të tregonte që nuk kishte lek. Kur bëri lek pastaj nxorin pa emrin e vet. Dhe e ka jetuar si Stendhali, po Stendhali kishte për frikën që kishte nga policia, se e përndiqte policia se shkonte kundër regjimit. Ndërkohë ai ishte anë rebeli dhe ishte një nga oficerët më të mëdhenj të regjimit. Duke e njohur mirë regjimin, ai shkronte dhe nxirrte gjithë ato orligjet, po e kuqja dhe e zeza, që është një si lloj autobiografia, ai tregon që ishte gjithmonë në frikën edhe të policisë austro-hungareze, po edhe të policisë franceze, edhe tresnit jashtëzakonshëm. Po, dhe runte atë emrin Stendhal që ata se gjetën dot kurse ishte gjallë. Por ajo që më intrigonte mua ishte kur e kisha lexuar librin dhe e shifsha pastaj si film. Kur e shifsha si film, unë që kisha lexuar librin e perceptoja në mënyrë fantastike. Ti ke Plaku dhe Deti për shembull. Po pra, janë dy botë të ndryshme. Po ta shikosh vetëm filmin, që libri është një libër i vogël, nuk është shumë i vogël, po ato momentet si përshkruan ai, Plaku dhe ato vujtje dhe ty të dhëmbin duar siç e dhëmbin Plaku. Sakt. Po ama kur e ke lexuar librin, atëherë kur e shef filmin ti e përjeton si në libër. Ose për shembull një tjetër film që se këto nuk është se kanë shumë interes për njerëzit, po një tjetër film që është film i jashtëzakonshëm, që është Zorba, po të lexosh librin Kazanzaqis ka një, domethënë për mua një nga librat që kanë shenjë të jashtëzakonshmërinë time është Zorba e Kazanzaqis. Domethënë ti Antoni Quinn e pas ke Plaku dhe Deti, ke Plaku dhe Deti dhe ke Zorba. Pra edhe Hemingway edhe Kazanzaqis kanë qenë dy njerëz të jashtëzakonshëm. Po, patjetër. Pe natyrë është nuk më takon mua ta vlerësoj. Sa ai shiko Antoni Quinn, dëgjoj, unë kam pas idhull Antoni Quinn. Por shumë njerëz atëherë kanë pas e kam këtu të ustajnë këtu. Marlon Brando. E kanë pas Marlon Brando më shumë, po të shohësh pikantet më të mëdha e ka bë Antoni Quinn, se ka luajt ke Katedrale e Parisit, që ishte një interpretim i jashtëzakonshëm. Pa diskutim, po nuk ata s'ndahen them unë, se kanë qenë dy gjeni të artë. Janë dy genialitete të kinematografisë. Sigurisht Marlon Brando ka një tjetër personalitet artistik, pa diskutim, është pak më i fortë se Anthony Quinn, po pa diskutim nuk bëhet fjalë. Ashtu është, po edhe atë që kanë luajtur bashkë, ka qenë një mrekulli, që kanë luajtur atë meksikanin, si ka pas. Po, nuk më vjen si e keni emrin i thaj Emiliano Zapata, tha, dhe Trakja bëri me rreth kuq. Dhe pastaj mbasi ky u bë pari venit, kur një fshetar erdhi tha, po vuajm shumë, kemi ngel keq, siç kishte vajt ky. Unë shpresoj shumë që edhe kinemaja jon të mbri në pikën që të ketë sukses. Unë them se mund të. Unë po punoj me aq sa mundem në punën time, po një punë që duhet bërësh që në Shqipëri të ketë më shumë kinema të dedikuar. Që njerëzit shkojnë të shohin. Që edhe ne që prodhojmë të kemi mundësi që të kemi më shumë porta për të ofruar njerëzit që të mund të blejnë biletat, që të mund të përkthehet kjo në një fitim që ti të mund të prodhosh prapë. Por mendoj që dhe duhet YouTube-i duhet bërë edukate njerëzve, se nga që e kanë kulturën vetëm ke televizioni, njerëzit nuk e dinë që në YouTube mund gjejnë informacione, mund gjejnë filma, mund gjejnë shumë gjëra. Kështu që mendoj që me civilizimin
e njerëzve në drejtim të teknologjisë, ku ty dhe YouTube-i fort brenda familjeve, aty do shpaloset dhe më... Po YouTube-i ka një problem që nuk e zëvendëson dot kineman. Nuk e zëvendëson dot atë magjinë e kinemas. Po patjetër. Dhe unë mendoj që i duhet lënë Jepi Cezarit atë që i takon Cezarit dhe filmi i duhet lënë kinemas. Sot e përjet. Jo, këtë nuk e diskutoj unë. Unë them vetëm për këtë, për shembull, në qoftë se unë ngacmohem në YouTube për këtë film e tjerë, sa të marr vesh ku është premiera, do shkoj ta për shembull Instagrami, sa të japi YouTube në rrjetet sociale. Po sa të japi ca sekuenca të shkurtra, ca shorca që ti japi, ti shikon që ka një prodhim i mirë, e kupton dhe të shkoj ta shoh. Dhe ajo që mendoj unë që duhet të fusin shqiptarët, se humor kemi ne pafund si popull, do ishte mira që mos ishte si kjo që the aksion me humor, do ishte një mrekulli. Patjetër. Mos bëhen shumë të egra. Jemi akoma në gjenezë. Mbështetja është domosdoshme, qoftë nga shteti, qoftë nga ato sponsor që mbështesin që i kanë mundësi kinematografinë, kompani dhe investitor që janë dashamirë në kuptimin plot të fjalës. Kështu që shpresojmë që do mbrim në ditën që ta ndërtojmë. Unë për atë punoj për ditë, kështu që shpresojmë. Orës tani, një qatë të duash ti një meraki që të kesh qef, kjo është zgjedhja jote. Merakun kam që podcasti të ketë sa më shumë sukses. Dhe qoftë sa më original dhe uroj të kesh personazhe që do ta bëjnë gjithmonë më të suksesshëm këtë këndin tënd artistik. Unë ta them ty dhe e dëgjojnë dhe të tjerët, se mbase jam jashtë pritshmërisë për disa, që unë jam natyra debatuese e tjerë, po unë mendoj që podcasti është një bashkëbisedim. Dhe duke qenë se është një bashkëbisedim, se ne e njohim me themel, kemi studiu para se ta fillonim. Patjetër. Njerëzit që ftoni ke miq, dhe miq dhe që ti i pëlqen. Dhe në këtë moment është shumë e vështirë që unë të marr njerëz për t'i godit. Kështu që unë në podcast do kem njerëz të vërtet, njerëz të thellë që kanë mendime këto dhe humor do kem pafund, por atë cinizmin që ti godas në karakterin e atë për ka pak më tepër shikus, s'do e kem kur. S'ke pse e bën, sepse dikush tjetër mund ta bëjë. S'më shkon mua me ngjyrën e syve, s'shkon fare. As me modelin e syzeve, kështu që në rregull. Njerëz, ka që ishte më kënaqur, Olci e bazi është the best person që unë e dua me zemër. Suksese, Gazi, suksese të gjithëve që na. Ishte shumë e këndshme.